s'po disha sa që me vejshu. Sa herë të keqa kanë. Kena një temë super shumë gjana vere të bukra të mrekullueshme edhe do halli sa më shpejt në mënyrë që edhe ju me mund të mi shiu për verën. Shtator kam shku në Turqi dhe shumë gjana i kam marrë për Turqi, ju them drejtën. Mi excited, edhe gjysën i kam harru se nuk as e kam kontrollu të ankuan pakon. Fillojmë. Gjaja e parë, janë këto pantallonat. I kam lënë edhe poshtë makinja në zeta dhe duken kështu si qull. Mos ndoshta si duhet mos më forsit më në tema me këtë erë të fliqt. Janë super të bukra, më pëlqen shumë fort në ky lloj pantalloni. Të cilin thana që okay, unë për momentin bark, se kam hangër shumë këtë periudhë. Edhe pjesa e poshtme më pëlqen shumë se njëkohësisht duket edhe si fund. Shmi ulet edhe më shumë, po varet si mas preferencave. Që janë këto? Që janë këto? Po cikleqme të janë dze. Po jam ta me gryk. Shumë bukra. Kam marrë këtë që ashtu si kaf, burgundy pak a shumë, por e kanë super bukur këtë pjesën veç e vdes. Edhe këtë të zezën, sepse zeza nuk më hungojnë kur. Unë kam fillu me marru mas bluzave të tilla. E kanë shpinën krejt jashtë. Shifeni pak ngjyrën, pak e shumë kanë ndaj ballu kacat. Super outfit, veç se kjo ka material tjetër edhe normalisht nuk kombinohet me këtë. Por super, kam edhe një bluhe edhe një kështu si gold. Kam marrë një ngjyrë që nuk asaj shef kune, nuk asaj është për shembull kafe normal, ashtu din hiç të trash. Kam marrë bajagi shumë gjana, për zotin këtë rash, super shumë. Ç'është kjo? Pantallon? Se s'po disha sa që me vesh. Do kam e fut mula urgentisht do me thanë. Zara Larsen kind of vibe. E kam marrë lësh, besoj mos e ke marrë shumë të madhe. Janë fund pantallon, edhe ka super i rahatshëm edhe kam pas që edhe në duan që kam marrë lën. Se nuk i besoj vetë, do me thani di që jam e gjanë shumë edhe nuk mund të më rrim për smari. Edhe të pakte nuk ma pret koshen heq. Normalisht kam prej të zeza dhe mund t'jeti të i dukshëm, por më pëlqen ekstremisht shumë. Nuk e di, do me thani, a shumë mrekullisht i bukur. Shumë buket i zio. Taman duhet me njoft trupin për me ble gjanat që doni, seriozisht. I pasta funda se i kisha harru krejt, e ma shamen që kisha dhe një tjetër të verdh dhe kontrolluva të se qa ka. Ka materialin pak ma të plot, me sa po shaf. Ashtë krejt e njëjta ide. Kështu duket i verdhe. Okej, e di që nështë mund t'ju pëlqej ma shumë i bardhi, por për stat është perfekt i verdhi, sepse du me bë syt me verdhe dhe pink, kështu gjanash. Mendoj që duket super. Pak i mal në bika, me thonë drejtën, por po mundohem me lënë kështu si low-waisted. Super kostimin që kam marrë të verdh, o zoti mall, unë vika me etiket. Kam një rose që është në perfumt e mi, mora të verdhin, edhe kjo lloj e verdhe ka dalë super në modë. Këto kena vat. Pa fund vat. Edhe fatkeqësisht për mu, bleva disa ati sinsej se kisha harru krejt që i kam. A kam marrë 3 paketa. Që ke basin motor? Okej, këta janë të partë. Ishin super lirë, këtu nërko kam blej 6.000 lek një pal. Nuk i kisha përësit në kohë për dasën. Perë më të nërishme. Këto që kam marrë janë këto, sepse kam dasma. Alë bukën foto e kështu, kam qef mi vu këta. Këto njiten për kustum banjot, njiten për fustan, për ku dush. Ase kam testu aman, asman, siman, tekman, por do shofim. Shkoni të parë dyshe. Ralla make-upit, flok i kina ba. Duke më shu, e shumë basic, shumë i thjesht kësi model. Në fillimisht skin prep, kam 1 milion produkte, sepse normalisht është make-up tasme, pra du që me mnajt on fleek. Vazhdojmë njëherë me këtë S-Cosmetics, Self Skin, fakt, po. Dysh, përdori këtë pak të Self Skin. Unë fakt desha me pra gua sha, këtë Embryolisit. Skin is glowing. Të bajmë gua sha në pak, hapim një në fakt. Krejt pak sa për konturim të vogël. Si me më patë rakosh deka. Që është kërësora, me në që vetën pak si për. Super! Unë e kam zakon me pas i diqa se zban kur te më rast është e dekon. Të është po përdori këtë të paesa që është hidrobaza. Asë 1 milion produkteve që kam bëni. Edhe më jeti make-up i djerë shumë një me ta. Vazhdoj me vekat. Për vetët apo për syt absolutisht kam ta paletat e Emas, do i rreshtet tëna se e di që të më pa paka shumë, gjithashtu të këtë me Saudes, me këtë këto edhe më janë lys super shpejt me brushat e Emas, sepse më kom shtu jetën. Edhe vazhdoj. Të shte, bismillah.
Vetlla duken motrat, paktën shumë dukota. E di që duken shumë të errta si fillim, por trust the process. Marrim këtë brow lamination të Mesaude. Më ka pëlqyer ekstrem shumë, kështu që kjo është pse jam të përdorur ndasëm. Vazhdojmë me sy. Carving vetën këtu. Vazhdojmë me këto dy shadet për me setu bazën. Unë këto dy letrat ai kam bare se kjo është vendimtare. Mendja me bezdisën filloj. Fluffy brush, venosim mixim të këtyre e dyjave tek zgabra. Dhe paleta Emmes këtë vetëm. Marrim një packing brush edhe venosim të dyja. Për bazën jam bobe, dhe me thënë që se kërkon kush make-up artist, vetëm për bazën vi po më dy herë. Më nëhen në fund të ato corners me aba më të atë, pink fossil këto, bashkë me pak pot. Bëjmë një penel të zi. Këtë fuqën e në spek, me këtë të zezën e sfumojmë. Në konkomon në në pas të pikë të pak, këmë të në problem. Në fuqën e male, me këtë batën edhe pastorën. Këtë pigmentit këmë dhe paletën, se dje e banë më bukur. Shte venosim këtë të hapten të të fillin një syne. Dita para është kjo glow prej Paese. Edhe ka kështu si fenti. Më ne me vu këtë do. Shans për të kaj shumë të. Pas kam qëtë me dalë si për vitrinë. Këtë kopërin për mi da një si nuancë pak më të kuqa. Ashtë ishtë dita, po më ndonë dita të zezë. End of the truth, i shansë e kena food cut. Edhe këtë mirë, shofën e kena njësoj më duket se ja gjithë jetën. Që fati, fat. Për qërpik për përdorit këtë të Mesaudes edhe këtë të Picos. Nuk janë poses. Janë qërpik të një. Tesh fillaj loja. Pisa më aftyrë kërë, tesh kena pisa më. Bëjmë këtë që kam për ju bëjt si Hollywood filter. Për foundation, këtë nga Paris që përdojë dje, më përqoj shumë që këtë kam konsistencë që du më herë e kësaj pak me këtë Doritos, edhe jep edhe pak shkëqim të më kësisht. Shifni se vetla dolin fiksi qëllet? Për bronzer, asë nuk diskutoj që është këtë për Emmes, ngjyra perfekte, unë pak në kështu i kam qej bronzerat, në këtë brushën e Emmes prap, një paka për concealer e di që është e qëtiqme. Essence Silky Blur. Që ka shumë coverage. Vuna dhe pak ma shumë bronzer, se më të këse pisi isha bronzer unë me aftusha. Pse e s'ma në vejnë me zona e ndërë që në ushtose. Në ta paletat e Paesit, gorgeous. Kjo është sa me eftof pak. Këtë prej Emmes Beauty Brand. Edhe është shumë i bukur. Po di cilin Blossom Cake-un apo Pound Cake-un. Blossom Cake-un është Cake-un Access Powder. Unë pak me të ndërëm kam harru si bake-it. Shumë bake, right? E lëmë shumë. Përse e dini që atë të bëha mëse në qëllë se bëhen. Kam obi vetë, sepse what is this? Këne posë në të syne. Të duja. Do përdori këtë lapsin kap edhe do e li sipër me eyeshadow të zi. E për shikni sa bukur duket të zi, është bukur doli sa që s'pombat në buqër pik heq. Po pa i vej. Edhe me këtë lapsin që aduna kështu sipër, ta jam që pik që të penose. Kështu duke në sytë. Një raport që kënoqen, se jam kështu sot në arvuj. Këtë brushen edhe po përdori këtë bronzerin kështu. Që nga Mesaudes, po bëj edhe këto. Edhe të pak të kuq, pak. Deka. Me venos këtë këto. I dëmë të highlighter? Highlighter të një kjo është për Mesaudes, sa rëvën e thënë. Shumë satisfying. Kush e bërë ma mirë? I këtë gjatë. Këtë kështu si bronzer pak. Kishtë me glow everywhere. Seriosisht nuk jam të exagerua, shifni atë jo, po pëse në duke sikur se shifni blushin për smarit, ju vej pak edhe prej këti koralit, edhe pak prej ti. E po mbollë lëmë këtë në habet, pa keqe blushi, se me kanë seri një shuta në kohë, Ik të toran, ziku ik. Për boost po përdori këtë Catrice.
the lip. Këtë për lip e pa, qënë pak. Apo shumë mam. Kështu duket make-upi. Ka që ishte make-upi, kaloni të video tjetër me pa fustanin edhe bijut. Ej, sërësisht ka nuk është normale. Türkiye beni bekle. Nuk më të në poshtë, nuk më të duhet më në poshtë. Mirë se vini të pardyshi i Temo Holly Gjikat. Këtë mund të aveshin fakt edhe këtu, se kam bëu javë dasme, shkudana, shumë i bukur. Ka ba pak shtrejt. Inshallah më bjen i herë, se po më duka shumë i bukur ke pizza para. Se ka marrë X. Okej. Ashtë këtë fustani super i bukur roz. Ju thash përse që unë jam shumë e gjane, do me thanë nuk më zanë. Nuk më zanë poshtë, nuk më zanë. Shpina në ka shumë bukur. Dhe jam të përtujt është nuk e se je kam gen fart, por kur t'jem Turqi do e veshi se s'banë s'kom gjivje tjetër. Ka balë shtrajt. Duhet më ujtë poshtë, materialin e ka shumë të mirë, nuk e di a duhet më vesh me krah pa krah si gjyshtek, por do e zbulojmë në një të ardhme. Tjetër kena këtë, apo këtë në hotel, si njëri, bukur, sa të tejtë, në të bukur. Dhe mora këto teshat e gjumit kuqe, shumë bukra, ishte set kjo këmisha natë, bluz, pantalonat, edhe raptyshanin. Jo, sa mirë, se kam pak që nuk është në mangë të Nejse, shumë duket nice. Nësi për t'i lahen me këtë të fliqt. Edhe me bale ju për video, përshëndetje miq, do bahen a gati edhe këtë detajnë të shumë bukur. Sa i bukur ka? Sa i bukur kur baj video. Shumë bukur. Kam marrë masën lë, sepse këta kam qef me mnajt super të lirshëm. Po, kostum banjët i njiton. Ka këto ati isa barku, dhe me thanë që e keni vete. Edhe kam marrë ma shumë për foto, por se di pësa shka që ma. Më. Këtë lu një morsojnë. Nejse. Këtu kam një fustan. Kjo është shumë ekstrem i bukur. Kjo është yll. Pra për Turqi, si që kuptohet. Ashtë për Temos. Edhe shikeni se i bukur ashtë. U mrekullova, pasha zoten, qëfar ngjyret. Nuk ka ngjyrë tjetër se kisha marrë pa në ngjyret. Premien e paska fantastike. Ndash e pisa këtu, ndash e pisa beli që me ta fiksu belin, ndash këtu që rinë super rahat. Me këtë fustan, migo trunin, kështu si butter yellow. Se po më duke si ti dukshëm kë, e paska marrë edhe këtë kështu. Perfect. Super, me si presio për vaj. Ka marrë më duket masën së dhe kjo është arsio pëse më bjen ka që i shkurt. Se jam shumë idiote. Vinin bukur e djerë shpinën. Nuk e di kam punu të ndimin për këtë shpinë edhe normalisht që në Turqi do e djerë funin. Ka këtë pjesën kështu të gjatë. Qarë foto shkan me dalë me këto me zjanë të pëj. Kaj bukur kjo është fustani ka ba shumë lirë, zdi 9.000 lek më duket. Kështu duket këtë tjetërin, përqen shumë, por më duket pak i shkurt për preferencat e mija të pakten. Edhe këtë detajnë këtu e ka shumë bukur. E kam menen shumë të qartë, se që du. Janë këto 3 bluzat. Okej, pas kanë vetë kupën e inkorporume, që mos me pas nevoj për sytë jenë. Edhe zdi se si supozot mu vesh kjo. Ka kam kështu body marë, se disha. E kam në ngjyrë kafe edhe të zezë. Formati edhe ishin bag i lirë, ju thënë drejten, por e pas ka marrë të madhe. Dhe me thani që dash me marrë ose i kësa, mund ta ke marrë së qatë. Shumë me kërë më qipsja? Pa jaski, që i pak se të rëve qipsja. Vjen shumë i natë, se shifa. Që i pas ka marrë të vogla më duket, I don't know. Që vehen në kostume banjot. Kam anej disa book tapes, si që shifni me gjana që blej janë shumë të nevojshme. Këtu kam disa pako me kështu travel kit me brusha dhamsh me kështu gjana. Ka floss tjetër, ka tongue scraper, do të thënë për gjuhën, ka edhe brushën e dhëmbëve. Udhëtimet të shkurtra se në Turqi do marr brushën tëme. Dy gjanat e fundit, kështu si hyremi, shkan edhe më atë veshjen shumë. Edhe kjo nuk e di se që supozot me kanë, ose varse, ose bëllusit kamet. Ka ka belly chain. Që më shkan menja mu si shkan kujt, por me duhet për sante, kështu që shpresoj t'ju këtë pëlqyer dhe shik në video tjera. Bye!